العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلقه والخليقة الهادي إلى الحق والحقيقة وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. Allahun Ta'ala falenderoj dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkoj. Salavat dhe selam shem mbi krijesën më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij të respektuar dhe mbi gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Sot po takohemi pas dy muajve ndërprerje prej dersut të fundit në këtë seri për shkak të gjendjes që kalojna. Resulullah azza wa jall mëna letësu e mëna mundësu me qenë të vazhdueshëm derisa ta përmbyllëm këtë seri e të na bekojmë në një seri tjetër që përfitojmë prej saj. Kemi folë në 3 javë, 3 derset e fundit që i kemi mbajt rreth shukrit apo falënderimit, ndërsa sot do të jetë derse përmbëllës rreth këtij adhurimit. E kemi trajtuar në 3 ligjërata rreth kuptimit të këtij, dallimeve, gradave të këtij adhurimi, dallimit të këtij adhurimi me sabrën e kështu me radhë, vlerën e këtij adhurimi mes adhurimeve të zemrës, ndërsa sot do të flasim për disa aspekte të këtij adhurimi që duhet me qenë në jetën e besimtarit deri në momentin e vdekjes. Disa aspekte praktike e krejt në fund kena me përmbyll me disa shembuj prej Kur'anit dhe Sunetit rreth falënderimit pejgamberëve, se si kanë qenë pejgambert alayhimu salam ejmain në raport me Allahun me këtë adhurim, e sidomos shëmbëltyra jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar hadithin që transmeton Tirmidhiu në Sunenin e tij, ka thonë afdalu dhikri la ilaha illa Allah wa afdalu duai alhamdulillah. Dhikri më i mirë, përmendja më e mirë e Allahut është me shpeshtu besimtarin në jetën e vet, dëshminë e Islamit, dëshminë më të madhe la ilaha illa Allah, se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut, dhe duaja më e mirë që robi ka mundësi me bo me lutë Allahun azza wa jall është me thonë alhamdulillah. Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu në Sunenin e tij dhe thotë se hadithi është hasan i mirë. Pra duaja më e mirë, po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ne besimtar që i bën dobi në jetën e vet, është me thonë alhamdulillah. Dikush prej neve mund me thonë hoj, po kjo nuk ka lutje e caktuar që po i bëhet Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çon lutje. Pse e çon lutje? Se Allah ka thonë wa in shakartum la azidannakum. Nëse më falenderoni, ku më ashtu mirësit. Pra nëse falenderojna, ka më ashtu mirësit që na dina me lyp Allah, edhe mirësit që s'dina me lyp. Sosan Allah azza wa jall na ka thonë surën Bekare, asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ka mundësi që diçka të jo është e urryne, ajo është në të mirën e juve, e ka diçka që tek jo është e dashme, ajo është e keqe për juve. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu është ai që din, e ju jeni që nuk dini. Pra, kanëherë robën në raport me lutjen ndaj Allahut azza wa jall nuk din as me lyp. Nuk din me lyp çka i nevojitet. Nëse e shton falënderimin të thonë alhamdulillah që të lutjen, vazhdimisht thot alhamdulillah në çdo aspekt të jetës së vet. Në çdo aspekt të jetës së vet thot alhamdulillah. Allahu ka me furnizu me të mira që s'ka ditë me lyp hiç. Jo veç ato që ka lyp, por ka me dhonë të mira që ai s'din me lyp. Për shembull, sa të mira na s'kena lexu për disa aspekte që kanë qenë pejgamber, për disa në aspektin e sprovës, në durim që s'kena lexu, as s'kena ndëgju, nëse Allah të jep diçka prej atyre aspekte që ty kur mendjes t'ka shku, po për shkak të kësaj alhamdulillah. Allah azza wa jall që ka thonë se falenderoni, kom ja ashtu mirësit e mia ndaj juve. Po ashtu transmeton Abu Dharr radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai kalamun afdal. E ka pyet sahabët, a dini cila fjalë është më e mira?
ata e kanë thonë Allahu edhe i dërguni i tij edin, ka thonë subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Me thonë, i lartëson qoftë Allahu, falëndrimi qoftë për Allahun, s'ka të adhuruar me mërit përveç Allahut, Allahu është më i madh, që të thotë janë fjalë më të mira që ka mundësi robi me thonë. Prej cilës do që filloni nuk ka problem. Pra nëse robi gjatë ditës vazhdimisht të paktën ja bën vetin me thonë 20 herë në ditë subhanallah, i lartëson qoftë Allah për çdo të mejtë që na e kena. Walhamdulillah, që Allah na ka mundsuar me të falëndëruar e me të adhuruar ashtu siç ta kanë. La ilaha wa la ilaha illallah. Edhe me qenë milet i kësaj fjale, la ilaha illallah, s'ka të adhuruar me mirë përveç Allahut. Na ka mundsuar me kuptu këtë fjalë e me vendosur në praktik. Edhe për këta me thonë Allahu akbar, Allahu i qoftë madhëria që na ka mundsuar me qenë për këtyre njerëzve, s'ka më mirë robi se me thonë këta. Pejgamberi sa më po thotë që këto janë fjalë më të mira që ka mundësi me thonë besimtar, hadithin e transmeton Muslimi në sahihun e tij. Andaj vëllezërit e mi, mirë për këtyre adhurimeve të zemrës e pasuron shumë veten në adhurimin e gjuhës edhe trupit. Pra këto janë si karburant që e shtën në lëvizje mjetin, ashtu edhe këto adhurime të zemrës janë karburant për iman që e shtën në lëvizje imanin me vendos në gjuhë edhe me vendos në praktik. Djetarët ma vënë e marrëm thonë që prej shajave dashnisë ndaj Allah, min alamat hubbu lillah an yadhkurullah fi kulli ahyan, prej shajave që tregon se të edon Allahun është me përmend në çdo gjendje. E ke po njëri kur është në momentet e fejesës, sidomos ose kur të fejohet, ka shef me ditë gjithçka rreth fejumës, edhe ka shef me gjithë dikën që mund me ja shpalos ato që i kanë në zemër në raport me të, pse po ndjen diçka për dën. E njëri ato që e dën e përmend. Për shembull, kur të rrinë me nej vlla, e dën një hoqë, e dën një dietar, kisha me përmend, kisha me tregu mendimet e tina, kisha me tregu kafin e tina për Kur'anin dhe Sunetin, kuptimin e tina. Pse këto? Se e dën, e përmend. E çështë është në raport me Allahun, kush e don Allahun e përmend ato vazhdimisht. Për çta Aisha radhiyallahu anha, hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, në librat e tyre, Buhariu këtë hadith e përmend kitabul iman, thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyan, ishte i dërguari sallallahu alaihi wasallam që e përmendte Allahun në çdo gjendje që ishte, se rat, se në kam, se toalet, se ulën, se shtrit, do më thonë çdo gjendje që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend Zotin e vet. Edhe ka thonë një hadith tjetër, nëse ndodh njëri në mezhlis në nejt, mos më përmend hiç në të nej Allahu, ata ngriten sikur të janë të vdekur. Allah e ngjason se më ngrit të vdekur, do më thonë pa asnjë bereqet për atij mezhlisi. Andaj Allah azza wa jall na thot fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun, përmendni mu, ju përmendni juve, falenderoni edhe mos u mohoni. Qysh e përmend Allahu azza wa jall në tregon Tirmidhiu në Sunenin e tij, thot ka thonë pejgamberi sallallahu, ka thonë Allahu azza wa jall in dhakarani abdi fi nafsi dhakartuhu fi nafsi, nëse robi unë përmend veten e tina, unë e përmend në veten tëme, e nëse unë përmend para një shoqërie, para do njerëzve, unë ato e përmend me emën, para një shoqërie më të mirë se ata është për qëllim me lajket. Andaj çdo njeri që e përmend Allahun azza wa jall, i mëson njerëz për Allahun azza wa jall. Çdo vend që jeni, i mësoni njerëz, i kanë dhënë një ajet, një hadith, kujt qoftë, dije që Allah azza wa jall ty me emën, ty e filan me emën, po të përmend para Gjibrilit, Mikailit, Israfilit, dhe të robi jam po më përmend edhe të përmend ty. Filanin që po më kujton para njerëzve, të përmend Allah. Andaj këto që mirësi që dalin prej falëndërimit të Allahut janë shumëta, e prej këtyne që ka thonë pejgamberi sallallahu, fjalët më të mira që ka mundësi me thonë rob, janë edhe këto 4 fjalë që i përmend. Po ashtu në Sahihun në librin e tij Amal al-Yawm wal-Layl, çka do të më bëj robi, ka një libër që të thellon çka do të bëj robi gjatë ditës dhe natës. E ka përmend një hadith që pejgamberi sallallahu ka thonë ej aya
a'dham aje fi kitabillah, cila ajet është ose cila sure Kuranit është më e madhja në Kur'an. Pastaj ka thonë Alhamdulillahi Rabbil Alamin, është me thonë Fatihan, që fillon me falenderimin qoftë për Allahun, Zotin e gjitha botrave. Pra shkja, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ala ukhbirukum bi afdalil Kur'an, atë që tregoj për Kur'anin më të mirë, më të mëndshëm, thot shkja është me thonë Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Po ashtu Bekr ibn Abdullah al-Muzani thot, e kum zatet një për shokëve të mi, edhe i kum thonë wa'idhni ja akhi, unë përkujtoj për Allahun, Allah jam. Ai thot ai shok ka qenë shumë i varfër, ka qenë njëri që nuk ka pas të mirat kësaj bote. Nuk ka pas diçka që Allah Azza wa Jall i ka dhuru atij njerit. Thot tha, kujto Allahun, falendero Allahun, sepse nëse e falenderon do të jesh për robëve të mi ti me njas, e nëse largohesh për falenderimet do të jesh për robëve ti që është i hidhur me ta. Se shejtani nuk e ka falenderu Allahun që e ka kriju, o ka fillu me xhelozu, kënë e ka kriju më të mirë se ai. Andaj ai njeri që se falenderon Allahun bën pjesë që thot edhe Ibn Taymija në librin e tij الفرق بين عبادة الرحمن وعبادة الشيطان, dallimin mes robëve të Rahmanit edhe robëve të Shejtanit. Thot ai njeri që është nga falendëruest është nga robët e Shejtanit, nga mohuest dhe përbërës, se Allah thot washkuruni wala takfurun, falenderoni e mos u mohoni, e që i bjen nëse nuk falenderohet Allah Azza wa Jall, atëherë mohohet. Pse mohohet? Se mohohen mirësitë e tina. Nëse se falenderon ato që është shkaktar i çdo mirësie, çdo mirësi që e kena na, Allahu Azza wa Jall është shkaktar i saj. Nëse nuk e falenderojna, atëherë na çdo mirësi tina e mohojna. E çish thot Allahu Azza wa Jall, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, nëse mundoheni mi numru të mirat e Allahut, mirësitë e tina, s'keni mundësi mi numru. E që i bjen vllazni ndashëm, nëse nuk jena falenderues, atëherë kena gjënoha sa janë mirësitë e Allahut. Panumërta. Nëse janë sevapet për falenderimin të panumërta për shkak të mirësive të shumta që janë, atëherë edhe gjënohat për mohim të këtij falenderimi janë të panumërta. Andaj këto adhurime, nëse s'na vedesojnë kurrë, na vedesojnë që me qenë në raport me Allahun Azza wa Jall, si ka qenë pejgambert e njerëz të mirë. Sot që thuhet për Imam Ahmedin, që kur ka qenë i ri, i shnosh, i ka falë ditë dhe 300 rekate nafile, ndërsa kur u hin në burg i ka falë 150 rekate. Për shkak se u rraf, e kanë ngrej zhag në shkretin, ka romishi, për shkak temperaturat të larta e kanë lidhë Moskvajve, edhe e kanë ngrej zhag shkretin në Bagdad, për me edhe sa që ju ka qkosh mishë pej trupit, prej dhimjë të më, e kanë rrej me i thënë sajat e konë një lloj goditje që mi mshu kalit, e ke qitë në tokë, kalin me rokë me shatë goditje, e ka qitë në tokë, që me që ta kanë rrej Imam Ahmed dhe rahimahullah, thënë qëllë gjendje, ata që kanë qenë me të, nuk ka lanë ditë nër 150 rekate që ka falë. Pra që kjo është rob falenderues, e këto adina inshallah, kur të vina me tregu rreth falenderimit pejgamberit sallam, që kur i ka thonë Aisha, pse po falesh e dërgun e Zotit ka shumë, as te ka falë Allahu me kodet e kanuar e tarme, thot e fala akunu abdan shukura, atë mos jem rob falenderues. Edhe Imam Ahmedi mundu me tregu falenderimin e tij ndaj Allahut me këtë namaz të madh që e ka bë, për shkak se ka forcuar Allahu me bo durimin e pejgamberëve në raport me fitnet që kanë qenë në kohën e tij. E në kryet kësaj fitne ka qenë krijimi i Kur'anit, që ardh prej Mu'tazilive, Allah e pastruar prej tyre. Pra kështu Imam Ahmedi ka bë sabër, dhe ndaj këtij sabri që e ka bë, thot ka falë namaz deri 300 rekate në ditë kur ka qenë jashtë burgut, e 150 rekate në burg. Po ashtu prej mirësive të falënderimit, anës praktike të këtij adhurimi është se robi duhet me bë
sejdet falëndërimit në rast se gëzohet diçka. Thot Abu Bakrat në hadithin që transmeton Tirmidhi, hadithin që transmeton Abu Dawud dhe Ibn Majah, që hadithi është sahih, e ka bërë sahih Ibn Hibban e pas Hakimi në Mustadrak. Thot pejgamberi sallallahu kur i ka ardhur një lajm i mirë, ai ju ka ndrit fytyra prej gëzimit, edhe ka shku në sejdë dhe ka bërë sejdë Allahun në shej falënderimi. Po ashtu treguohet në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, tregimin e Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, edhe sprovën që ka pas 50 ditë që i ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i sahabët, i ka ndalu edhe gratë në ndopë tyne, kur i ka ngushtu toka, hadithin e gjatë që transmeton Buhariu, thotë kur i ka ngushtu toka Ka'bit, o në zot prej nalt, ka thënë ja Ka'b ibshir inna Allah ta'ala ghafara lak, o Ka'b përgëzosa Allah të fali tyne. Në atë rast të thot që përshkon Allah dafat alejhum al-ard, i ka ngushtu toka, ka rënë sejze si shenjë falënderimit për Allahun azza wa jall kur e ka marrë këtë lajm. Një keq kuptim që po bëhet të disa njerëz në ditën e sotme është se për shembull një musliman i caktuar kur të jep një gollë shkon bën sejde, a është kjo e lejueshme? Padyshim se nuk është e lejueshme. Se nuk është mirësi prej Allahut me dhënë gollë. Nuk ka që të vynë në xhenet nëse jep një gollë këtë botë ose jo. Që po bojnë disa musliman në përvendet e huaja, e tash kanë fillu edhe në fushat të futbollit këtë të na, kur e jep një gollë bën sejde, kjo padyshim që është haram e ndaluar, se kjo bëhet mas një mirësie të madhe që vjen prej Allahut azza wa jall, ose në lojme që e gëzon njerën, i gëzon muslimant, e jo më po në gjanat të thjesht, a jep një gollë me ron sejde, kjo nuk është e lejueshme. Edhe këtë ka ndalu ulemoja, ka thonë që kjo Allah në rujt, hin në ndalesat e mëdhaja që njëri i bën, të menu që të bu mirë, bën keq, bjen sejde që ka dhënë një gollë, padyshim se kjo nuk lejohet. Prej kuptimeve të tjera që dalën prej këtij adhurimi është se Allah se pejgamberi sallallahu na ka mësu me shpeshtu mos çdo mirësie. Ka thonë njëri kur të ushqehet, thot alhamdulillah, mos të kryen ushqimin. Kur të marr një rrugë, thot alhamdulillah që Allah më mundësi më marr do para me furnizu familjen edhe veten, kur pra mos çdo aspekti të mirë na ka mësu me thonë mos çdo mirësie që e kena marr, na ka mësu me thonë alhamdulillah, falënderimi i qoftë Allahut që na ka dhënë këtë mundësi. Po ashtu pejgamberi sallallahu thot që njeri inna Allah ta'ala yuhibbu 'abdan idha a'tahu ni'amahu an yara atharahu fihi. Allah azza wa jalla don njeri kur të jap mirësi, mi pa mirësitë e Allahut në trupin e tij. Pra nëse Allah të ka dhënë pasuni, është për mirësive të Allahut më vesh bukur, më vesh rroba të mira. Se thot e don një rob që Allah i ka dhënë pasuni, ai më do të mirë. Kështu na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Tirmidhi në Sunan, thotë se është hasan. E ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëri, i ka thonë ja fulan o filan, as po kite shoti me vesh. Thot valla jani jam i pasur kështu thot, atëherë thot atina, nëse Allah të ka jap mirësi, ka që me po mirësitë në trupin tënd. Ato mirësi që ti ka dhënë prej dunjos, ka që me po në trupin tënd. Pra edhe kjo është prej mirësive që duhet njëri me pas në raport me këtë adhurim, kërshi Allah të azza që kur të furnizon me të mira, me një tesh mirë, me një pantot mirë, me një të mira dunjos, me një rrugë të mirë, atëherë më vesh mirë se Allah azza wa thot inna Allah tayyibun, Allah është i pastër, i bukur, e nuk e dën veç të bukurën. Po ashtu thot kur shkoni në xhami, vesh në bukur, më duk mirë. Tash s'po flasim me bu israf. Për shembull, më shku me ble jo një 40.000 euro, 400.000 euro, se me ble kërë 4 milion euro. S'po flasë më kështu, me thonë që pi të regaj e thejlet Allah. Jo kështu, se kjo është israf. E thëtë Allah azogjen, innel mubadhirina kanu ikhwana li shayatin, ata që e shpërdorojnë pasunin, blejnë kështu pa hesab, ata janë vllaznit e shejtanit. La ilaha illallah.
një ngjan me vllaznitë e shejtanit. Pra janë prej një kabile shejtanit. S'po thojmë për kështu, po të paktën mos më shku me letë, jo vesh mirë, jo kështu, apo kupton ke mundësi me morë një tesh 20-50-100 euro e blen, s'ka problem, Allah e don të bukurën, e don të pastërtën, mo vesh mirë me po mirësitë e tina të këte që t'i ka dhuru. Prej kuptime në ka shi këta adhërime është se me qenë robi i kënaqur me kaderin e Allahut. Për çta pejgamberi sasëm në kam mësu me thonë, çdo gjendje, qoftë ajo e mirë ose e keqe, alhamdulillah ala kulli hal, falënderime qoftë Allahut në çdo gjendje. Andaj dietarë thonë që prej tyne Mervoziu në librin e tij Ta'dhim Qadr as-Salah, me a ditë vlerën namazit, i përmend 4 gjëra, thotë nëse robi e dën Allahun si shej e dashurisë ndaj Allahut, që përmend edhe më herët, është me përmend Allahun azza wa jall. Nëse është fetar robi, si shej e fetarizmit tina është me kon i sinqert në vepra për Allahun. Nëse ti don me kon më të dejin prej njerëzve fetar që është prej pasullëve të kësaj feje, atëherë do të më qenë çdo vepër veç për Allahun azza wa jall. Pastaj thotë nëse don njëri me kon prej dietarëve, do të më qenë prej atyre që i ka shumë frikë Allahun. Inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, se Allah azza wa jalla thotë ma shumë të frikën Allahut ja kanë robët e vet dietar. Andaj nëse është një dietar që Allah i ka dhënë dije e s'ka frikë për Allahut, ajo dije është kundër atij në ditën e gjykimit. E nëse është një njerëz që ka frikë Allahut azza wa jalla, ka dije dhe ka frikë Allahun azza wa jalla, dije sa e dije i bën dobi atij. Po ashtu thot Imam Mervoziu, prej shenjave të falënderimit ndaj Allahut është me qenë i kënaqur në qadon e tina edhe në kaderin e tij, është me qenë i kënaqur në caktimet e Allahut azza wa jalla ndaj teje, çdo gjendje me qenë njëri në raport me Allahun azza wa jalla, qysh është Allahu azza wa jalla i kënaqur për këta gjëra që disa dietar prej tyre Fudejl ibn Iyad, kur i ka dek djali Aliu, që i ka dek edhe në tregimin, i ka dek në namaz, kur e ka kënu elhakum at-takathur, ai ka rënë tokë i dekt për trishtimit madh që ka marrë për kësaj sure. Kur i ka dek këtë djali, Fudejl e ka dalë edhe ka kesh para në varrimin e tij para njerëzve, ka thonë tash për tregoj qysh është realiteti jam, po kesh alhamdulillah se Allah e ka marrë ma kalon sa dush, kur dush e merr i tina është, u mënu me tregu falënderime ndaj Allahut azza wa jall duke qesh në sprov. Pa dyshim se kjo është që shumë pak më ne bën ai kush. Dikush për ju mund me thonë, pa kena pa pejgamberin sasëm që kur i ka dek djali i Ibrahimit ka kajt, ka rrjedh let, cila është sunet, pa dyshim se sunet është ajo që ka bërë pejgamberi sasëm, edhe ajo është më e mirë, se ajo është më së miri që na mëson udhëzimin. Se pejgamberi sasëm thotë inna ayna tadma wa inna qalbi tahzan wa la naqulu illa bima nurdi rabbana inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Thot sytë letojnë, zemra pikëllohet, po nuk thojnë veç sa që e kënaq Allahun, tek Allahu jemi, te Allahut jemi, tek ai është kthimi, edhe na për ndarjes prej teje o Ibrahim jena të pikëllum. Pastaj thot gruaja vet Marias radhiyallahu anha, la tabki lahum mësoj për të, se e kanë marrë jordina fil janna, e kanë marrë në xhenet, e pijapin qumshtaje, çantët kush ka më dhënë qumshtash Ibrahimit. Pastaj thot ja sa mësoj për të se ati kanë më dhënë xhenet e qumsht krijesat që Allah i ka përgatitur në xhenet. Andaj vëllazëni kjo është sunet, po më qenë të kënaqur edhe gjatë sprovës. Wala naqul illa bima yurdi rabbana, nuk thojna veç çka e kënaq Zotin e ton. Nuk shkyjna, nuk bojna, nuk padyshim se kjo është sipas udhëzimit. Por këto janë disa aspekte që robi duhet me pas parasysh në raport me Allahun azza wa jall. E fundit që po du me thonë është rreth se njëri për me qenë me marrë kuptim falënderimin ndaj Allahut, do të me qenë falënderues ndaj njerëzve,
transmeton Imam Abu Dawudi në sunenin e tij edhe Tirmidhiu se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men lam yashkuru nas lam yashkuru Allah, ata që se falenderojnë njerëzit se kanë falenderuar Allahun. Ndërsa Khatabi në Ma'alim as-Sunan Sharh al-Bukhari, librin që quhet Ma'alim as-Sunan, që është koment i Sahih al-Bukharit, thotë ky hadith kupton në dy parime. E para prej tyre është se nëse njeriu nuk e falenderon njerëzit, nuk ka mundësi të jetë falënderues ndaj Allahut azza wa jall, sepse nuk e falenderon njerëzit. Kjo është kuptimi i parë. Ata që si falenderojnë njerëzit, Allahu azza wa jall ja mbyll derën e falënderimit ndaj tij, e bën me harru me falënderu Allahun. E kjo është shumë e madhe. Andaj vëllazëni mundon me vënu në praktik, me thonë faleminderit Allahut shpërblet Allah për këtë mirësi që më ka dhënë. Faleminderit se kushdo që falenderon njërin se ka falenderuar Allahun azza wa jall. Kush se ka falenderuar njërin se ka falenderuar Allahun azza wa jall. E nëse si falenderojnë njerëzit, sipas Khatabit është rrezik prej këtij hadithi që Allahu na mshël derën e falënderimit ndaj tij. Po ashtu thotë se kushdo që nuk i falenderon njerëzit është mos mirënjohës edhe ndaj dhuntive të Allahut azza wa jall. Se Allah ka bërë shkak që të person nëpërmjet këtij personi më të ardhë ty një e mirë. Andaj ai nëse se falenderon atë njeri në një mënyrë se ka falenderuar ato që atina e ka bërë mundësi me ta pru atë mirësi. Nëse dikush person të jep 100 euro të si e falenderues ndaj tij, si e falenderues as ndaj Allahut azza wa jall, se Allah çti personi e ka mundsuar nëpërmjet tij me të ardhë falënderimin ty. E krejt në fund këta pak minuta që na ka mbet, po do me fol rreth këtij adhurimi tek pejgambert alayhimus salam ejma'in. E prej tyre është krijesa më e mirë, khayri khalqi wal khaliqa, ai që Allah azza wa jall ka thonë për ta që është Khalilur Rahman, i dashur Rahmanit, e që përshëndet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e na ka bërë shumë bëlltyr për deri në ditën e fundit për pasuftë të vet. E ka thonë ati belillahi fa'bud wa kum min ash-shakirin, je falenderues ndaj Allahut, je adhurues ndaj Allahut, adhuro Allahun azza wa jall dhe bëhu falenderues ndaj tij. Dietarët kur të shpjegojnë këtë ajet thonë s'ka mundësi me qenë njeri adhurues nëse s'ka falenderues. Se Allah azza wa jall thotë belillahi fa'bud, gjithsesi Allahun adhuro, wa kum min ash-shakirin, dhe je nga falenderues. E që i bjen nëse të mungon falenderimi, s'ki mundësi me hi në atë vendin e adhuruesve, në atë shkollën e adhuruesve ndaj Allahut azza wa jall. Prej këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të e pas parasysh këtë ajet, o kum min ash-shakirin, e ka thonë namaz natë deri sa ju kanë aj kom, sa që Aisha radhiyallahu anha tregon, dhe u falte gjatë natën, ashtë gjatë e ke u falte, sa që jo ajshin komt, ashtu vazhdoj ke në ruku, sa ajshin komt, po ashtu kër unë ngrit ke pe rukus të reke gjatë shumë, po ashtu vazhdoj ke në sejde, dhe më thoni ka pos si të barabarta, si leximin e Kuranit, po ashtu qëndrimin në ruku, qëndrimin pas rukus, qëndrimin sejde, i ka pas gjata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dashka me orë tonë ka bërë 2-3 orë dhe i ka falë 2 rekate, për shkak të gjatësisë të madhe që ka falë. Sa Allah azza wa jalla ka thonë qumi lejla ila qalila, falo natën veç së pak prej saj mos u fal. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, gjysmën e natës ose pak më pak se gjysmën e natës. Kjo o thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam obligim u fal, para më nëse nata tash dimnit po shkon 5-16 sahat nata, me thonë shumitën e të natës i bjen 12 sahat me konë namaz. Së 13 sahat ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namaz, shumitën e kohës. Kënë fund njëtës ka thonë gjysën 8 sahat me qenë namaz natën. Që dikush me falë për neve namaz natën 8 sahat, nestrit do të menon që do të me lëshu venën a i kutin. Me thonë hajde mirë se edhe se që ashtu menon këtë rëptos me këqyrë me një këtyrë tjetër. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka posë çdo ditë të punë, çdo natë ka posë të punë. Sa që thot Enes radhiyallahu anhu, njerëzit në Medinë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kanë ecë, kanë një
shumë zona natën si bleta të bu prej leximit shumë të Kuranit çdo shtëpi. Thot përveç shtëpitë e munafiqëve që në më falë, se çdo shtëpi kanë falë namaz natën besimtarët muslimanët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur thonë vëllazëri nuk ndrejshet funi i umetit veç me ato që ndrejsh fillimi i saj është për qëllim edhe aspekti praktik. Nëse fundi i umetit e lën namazin e natës, kalon mirësi të mëdha. Kalon diçka që ka më pendu kur del për Allah azza wa jall. Se Allah azza wa jall thotë inna Allah yanzilu fi thuluthi al-akhir min al-layl. Allah azza wa jall zbret në tretën pjesë të natës, thotë men yad'uni astajib lahu. Kush do për ju më lutet i përgjigj atij. Andaj vjen Allah azza wa jall zbret. E ti mos më shil derën, mos më shil zgjut, mos shil flaj, Allah i këta nuk e bën, nëse në zemër është kujdesen. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumicën e natës gjendja e tij ka qenë kështu. Shumicën e natës ka qenë ose në ruku, ose sejdë, sa Allah thotë inna Allah yarak shati të qalbuk të shkuhen sejdë në ruku, për rukus, subhanallah. Andaj vëzni prej mirësive të falëndërimit është falëndërimi Allahut që ka falëndëruar pejgamberin sa. E çështja pas ka falëndëruar të fal deri sa u kanë oj komt. Tash më na vetë se të në bëjnë a ka ndodhur ndonjëherë më të oj komt, më thonë vallon ka ndodhur ndonjëherë mujt edhe o baja ge mungzu. A dikojt Allah na rujt. Për Ramazanit që ka shkumeni kur 2 rakate me falë për Allah, ke falë shumë është vdekje e zemrës. Ata njerëz që pretendojnë pasimin e pejgamberit i larg aspektit praktik, ata janë murxhi. Ata imani nuk është pjesë, vepra nuk është pjesë e imanit, e lojnë këtë punë, edhe thonë e pasojnë veç në pamje, veç në aspekt Allah na ruaj për tyre. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson se nëse njëri ndër me qenë për falëndëruesve, praktikisht ai pas ka qenë prej atyre që e falënderon shumë natën. Po ashtu na ka mësuar si të quhen me mëngjes me thonë elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Dhe falënderoj Allahun që na ka mundsi, Allahun edhe një mundsi me jetu, na ka rinjallë pasi ishim në vdekur, ishim në gjumë, dhe tek Allahu është kthimi. Këto janë fjalët e para që njeriu do të më thonë se të ngritet nga gjumë pjesën e tretë në mos pjesë që në orën 2 dhe në 2 se çuash me thonë alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Ose me thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Më shu me kënu ajetet që Allah azza wa jall i ka përmend në surën Ali Imran, dole ka këshirë natën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexu faqen e parafundit dhe faqen e fundit të surës Ali Imran, e ka lexu ato ajete. Këtu janë prej suneteve që robi do të më bë kur zgjohet natën për xhumë, pastaj më marr abdest, dhe pas të marr abdest më drejtu pe kible e më lexu deri kur hyn namazi i sabahit. E thënë ij'alu vitr akhir salatikum, me lën vitrën namazin e fundit, namazin e fundit që jo e falni me lën vitrën. Pra që shtë në mësën pejgamberi sëmë që robi me qenë falëndërues ndaj Allah, pashtu në mësën se thot la salate ila bi fatihatil kitab, nuk ka namaz vësa me fatihan ose bi umul kitab, me nanën e Kuranit e përshëllën surën Fatiha. Pra nuk ka namaz pa falëndëru Allahun azza wa jall. S'ka adhurim pa falëndërim. Ç'kjo është? Elhamdulillahi rabbil alamin. Është fjala e parë që robi e thot kur fillon lidhjen e tij me Allahun azza wa jall. Thot falënderoj robi, pra biseda e parë që është me Allahun është me falëndëru për çdo mirësi që na ka dhëruar. Ç'është që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shumë shkurtimisht që e morë prej biografisë tina. Po ashtu të regon Allah azza wa jall për Sulejmanin alayhi salam, thot fatabassama dahiqan min qawliha. Sulejmani kur foli me bubret, tha qeshe prej fjalëve të saj, faqala rabbi awzi'ni an ashkuruka ni'mataka allati an'amta alayya
Allah ma mundësë me qenë falëndërues ndaj mirësive që mi ke dhuru. Pra Sulejman a.s. për mirësit e shumëta që Allah ja ka dhuru e që ka qenë prej mirësive që e ka veçu me fol me kafsh, me shpez, me shtoz, me buprejca, me milingona, pra ka thonë këto janë nimete që kërkon te o Zoti jonë falënderim për to. أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي me të falendëru për këto mirësi që mi ka dhuru. Pasha Allah Azza wa Jalla fol për Ibrahimin a.s. thot inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Ibrahimi sallallahu alaihi wasallam ishte ummet në vete, qanitan lillah. S'ka mundsi njëri më kon ummet në vete pa qenë شيرنجات الله نمازنات قانتا قانت إبن مفعول ناطن شم لله بر الله عز وجل وما كان من ولم يكن من المشركين أسكشين بري مشركة عندي نيرة وشري إيمانت أذن الفقثيم أش نمازي ناطس وجدن مشين سي إبراهيم خليل الرحمن داشر الرحمن الله يقبر شروع إبراهيم عليه السلام شكاسين شكا فعل جات إكوش فعل جات الشيء فنندريم ndaj atij që meriton çdo falënderim. Allah vllazëni nëse falenderojnë Allahun çdo sekond tjetës, si ja kena dhënë mirësinë që si ja kena dhënë hakun falënderimit. Pse thënë dietar, fitin e Ibn al-Qayyim thotë se Allah Azza wa Jall veç me të llogarit për mirësinë që të ka dhënë që ti me falënderon s'mon mjafti. Pse të kalon ty me falënderon se kalon tjetër kan. Sa mos të kalon babën shme me thonë alhamdulillah po ty të kalon. Veç për shtatë s'mon me falënderon. S'mon mjafti Allah Azza wa Jall. Pse ti marr sot me ngushë ders e një 600.000 njerëz në Prishtinë mos me ngu, çto të s'mon me falënderon. Pse ty të ka veçu? Çka është Allah Azza wa Jall. Lesë Allah Azza wa Jall na mundësu me qenë falënderues ndaj tij derisa ta takojnë ata wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Allahun derisa të vdekje e ke prej kuptimit të adhurimit me qenë falënderime. Lesë Allah Azza wa Jall na mundësu me kuptu këto adhurime edhe me vendosë në praktik se çdo sen që pëthojnë e pëndëgjojnë. Nëse se vendosë në praktik kjo dhije është kundra neve. Andaj Aisha radiallahu anha i ka thonë disa të benve ja o filan o djali jam la të zid nefsik jam el qiyame khasara mos i shto vetës tanë ditën e gjykimit shkatrime se me ndëgju argumente kundra teje me ndëgju e mos më praktiku është argument për e zotit Allahun Azza wa Jall. Andaj dhije nëse s'praktikohet të pas mundësi o fjala të pas mundësi është për shumë kur thojna është obligim zakatin me dhënë zakatin, shumica neve se ka obligim, po të pas mundësi e mos me qenë ndaj Allahut falënderues, atëherë këto janë argumente kundra nesh kur dalim për atij, Allah sallallahu me dalë fasallahu, e qula qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.